Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani vezë të zjera për 7 ditë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Të thjeshta, ekonomike dhe të mbushura me vlera ushqyese. Vezët e zjera janë një nga ushqimet më të mira që mund të përfshihen në regjimet tuaja të përditshme ushqimore, por cilat janë përfitimet konkrete nëse i konsumoni çdo ditë të javës. Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ngrënia e një veze të zjerë në ditë mund të sjellë një sër efektesh pozitive për trupin e njeriut deri te truri juaj. Sipas Health.com do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera. Ato do të përmirësojnë funksionet e trurit. Vezët e zjera janë një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese që luan një rol kyç në kujtesë për qëndrim dhe shëndetin e përgjithshëm të trurit. Marrja e mjaftueshme e kolinës ndihmon në ngandalësimin e rënies së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në forcimin më të mirë të muskujve. Proteina cilësore e cila gjendet te veza kontribon në rindërtimin dhe forcën tuaj muskulare, veçanërisht ata persona që ushtrojnë në sporte ose janë fizikisht aktiv ose duan të rikuperohen pas dëmtimeve. Vezët e zjera janë një mbrojtës shumë i mirë edhe për shëndetin e syve, dhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e këtyre vezëve si një zgjidhje natyrale për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vezët përmbajnë gjithashtu lutein dhe zeakanthin, dy elementë të fuqishëm që mbrojnë syt nga efektet e plakjes, gjithashtu edhe radikalet e lira. Prandaj, edhe përdorimi i tyre si një zgjidhje natyrale ushqyese mund t'i japë edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin. Gjithashtu ato do të ndihmojnë kundër problemeve me dritën blu, gjithashtu edhe problemeve të ngjashme të njëpasnjëshme. Vezët e zjera do të jenë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin tuaj në nivele të ndryshme të kolesterolit. Vezët e zjera do të balancojnë shëndetin tuaj dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Ndaj, nëse doni të përmirësoni nivelet tuaja të kolesterolit, zgjidhni vezët sa më natyrale, pasi do t'i japin edhe një zgjidhje më të mirë ushqyese në mbrojtjen e shëndetit tuaj të syve. Përdorimet të tilla të vezëve do të jenë një zgjidhje mjaft e mirë edhe për kontrollin më të mirë të peshës, gjithashtu edhe të problemeve të njëpasnjëshme siç është edhe oreksi. Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ushqyes që ato bartin do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Vezët e zjera janë një nga produktet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja. Një nga mënyrat më të mira të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Vlerat që do t'i ofroni trupit tuaj në këtë aspekt do ta bëjnë atë një nga zgjidhjet produktive më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit. Sipas Del Saj, do ju njohim në këtë video me përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i vezëve të zjera. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjera konsiderohet mënyra më e sigurt përgatim sepse yndyrrat që përdoren në skuqe do të rrisin kështu kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelet e kolesterolit. Sipas të dhënave të Health Site, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor ju ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ndaj, sigurohuni që vezët i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese. Sipas Del Site, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi një veze çdo ditë. Do të përmirësoni yndyrnat tuaja të mira trupore. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës e rrjedhojnë nivelet e sheqerit në gjak. Vezët e zjera do të nxisin gjithashtu krijimin e yndyrnave cilësore për organizmin. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës,
Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për moret e qelizave. Shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që i ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbrojnë membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Nëse doni kocka të forta, atëherë sigurisht veza duhet të jetë aleati juaj më i mirë. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat e forta dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zjera mund të kombinohen në sallata, në spinaq, në patate, në pulë, në peshk, si elementi domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme. Dhe sigurisht përfshirja e tyre në dietën tuaj do të japë rezultate fantastike në rritjen e përfitimeve të vlerave të trupit. Sipas disa ullëtimeve të publikuara më parë sipas BMJ, ngrënia e një veze të zjerë deri në 2 të zjera në ditë është ideale për shëndetin e shumicës së njerëzve. Nëse po kërkoni të rrisni sasinë e proteinave, mund t'i konsumoni edhe më shumë se kaq, por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Gjithashtu, vezët janë të pasura edhe me element të mirë ushqyes. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës. Ato janë të larta në vitamina minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, B, B12, D, jod, folat. Një i rritur tipik i moshuar mund të hajë deri në 7 vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë vitaminën D, e cila ndihmon trupin të përthith kalcium për shëndetin e kockave. Të verdhat e vezëve përmbajnë antioksidan, lutein dhe zeakanthin, të cilët reduktojnë rrezikun e formimit të kataraktit dhe degenerimit muskular. Të vegjëlit duhet hanë me patjetër një vezë në ditë, kjo për shkak të efekteve të tyre ushqyese dhe vlerave të larta për mbrojtjen e shëndetit, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë kriteret e tyre ushqyese edhe për mbrojtjen e organizmit. Vezët janë një nga ushqimet më të njohura të mëngjeseve në mbar botën. Për sa i përket ushqyerit, vezët janë një paketë e plotë që përmbajnë të gjitha lëndët ushqyese. Kur bëhet fjala për recetat me vezë, ka 2 pjata të cilat njerëzit i shijojnë më shumë: vezët e zjera dhe vezët e fërguara. Pra e dini cila është metoda më e mirë e përgatitjes që ofron dozën e nevojshme të lëndëve ushqyese. Vezët e zjera. Vezët e zjera janë një opsion i thjeshtë dhe ushqyes. Një vezë e madhe e zjerë përmban afërsisht 78 kalori, duke siguruar një ekuilibrim më të mirë të proteinës, yndyrnave, vitaminave, mineraleve dhe elementeve thelbësor. Gatimi ruan shumicën e lëndëve ushqyese në vezë, duke bërë një zgjedhje të përshtatshme për një vakt të shpejtë dhe të shëndetshëm. Vezët janë të pasur me proteinë të cilësisë së lartë dhe përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që nevojiten trupit për rritjen dhe rikuperimin optimal. Ato janë një burim i shkëlqyer i vitaminave, stimulojnë prodhimin e energjisë dhe mbështesin shëndetin e kockave. Përveç kësaj, vezët përmbajnë kolin, një lëndë ushqyese e rëndësishme për shëndetin dhe zhvillimin e trurit. Vezët e fërguara gjithashtu janë të shijshme, shpesh përfshihen edhe në gatime të ndryshme. Vlerat ushqyese të vezëve të fërguara mund të ndryshojnë shumë në varësi të përbërësve të saj. Ndërsa vezët e fërguara mund të ofrojnë përmbajtje më të lartë proteine për shkak të përbërësve të shtuar, ato gjithashtu mund të jenë të larta në kalori dhe yndyrna jo të shëndetshme, veçanërisht nëse skuqen me vaj ose me gjallë. Megjithatë, vezët e fërguara ofrojnë një mundësi të inkorporuar të lëndëve të ndryshme ushqyese nga perimet dhe proteinat pa yndyrë, duke rritur nivelet e përgjithshme ushqyese të vaktit, por më të këshillueshme sipas ekspertëve janë vezët e zjera. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.